E u dhon Zoti për qetin në shtëpia juaja, edhe inshallah Zoti të kena për har bukën e bashkuar me njëri tjetrin. Zëri që dëgjoni në këtë audio regjistrim i përket Arbër Gjonajt, babait i cili kishte përdorur vajzën e tij 15 vjeçare si pjesë e një skeme mashtrimi. Ai e kishte përfshirë minorene në një fejes fiktive duke i ngritur prindërve të dhëndrit imagjinar një kurth të mirëmenduar, të denjë për një skenar filmi. Inshallah Zoti të më marrë të unë. Inshallah ne ka ton baba jam. Inshallah Allah ta bjen me to. Me ka të heqën flori me to, me ecën e mi pas gjithë të gjonët. Zeneli, i cili shihet edhe në video, është baba i dhëndrit, njëkohësisht personi që në cilësinë e mikut të ri, kontaktoi vazhdimisht nga Arbri. Ka throsh në telefon, edhe më thamë duhen të letë, për me pagu të restorantin, për me bo festimin, me këtë 2.000 euro t'ja qoj, me do e shtim prapë Fadil Berisha, t'ja këmë që edhe 2.000 euro t'ja. Duke parë që gjendja ekonomike e familjes së nuses nuk ishte e mirë, Zeneli tregohet gjatë gjithë kohës dorëlëshuar, duke ia plotësuar çdo kërkesë babait të vajzës. Ta edhe Bajram kur bën një festa e Bajramit kërkon. Sa duhet tash kushton një kinxha? Ta me duhen ta kanë 50 euro. Okej, tas me ja kum quë edhe 450. Por e vërteta del shpejt zbuluar. Pas një udhëtimi të vajzës drejt Gjermanisë bashkë me babain e saj, udhëtimi thonshin sepse në fakt nuk u bë asnjëherë. Ai tha që unë nisa, kom prit aty deri në 6 orë. Ti një person në telefon, dëgjoj tha ato e kanë kthy mrapa pa dogana. Pas këtij momenti, kur disa gjëra dolën në dritë, Arbri dhe familja e tij u zhduken pa lënë asnjë gjurmë, duke ndërprerë çdo kontakt me familjen e mashtruar. Ke pas më komunikim me të? Ja, aty u e fundit. Pasi morëm të gjitha faktet dhe mësuam vendodhjen e Arbrit, i cili për xhutin ton punonte brenda një institucioni arsimor, vendosëm të dëgjojmë versionin e tij të historisë. Që nuk mund të ishte as pak i ndryshëm nga historia e mashtrimit që na u tregua nga Zeneli. Thot që asgjë nga ato nuk është e vërtet. Zenel dej që tu i ki pro punë. Misha po thëm. Ki lujt me mua, më ki manipulu. Dhe sa vetave të tjerë ja ke premtuar vajzën, Arbër? Dhe në fakt, siç e paralajmëruam ne, në të njëjtën ditë të publikimit të kësaj historie, Arbër Gjonaj u shoqërua në polici për t'u lënë i lirë pak orë më vonë. Ndërsa për ne puna ka vijuar, sepse Zeneli nuk ishte rasti izoluar. Vetëm pak orë pas publikimit të asaj çfarë kishte ndodhur, morëm këtë telefonat. Jam nga Kosova, me Arbin jena njoft me njeri vllavi i Arbit po mdoket, Albane ko emnin, e lypa një nuse për nipin të. Djali i vllavi tem, vllavi jeme ka ndru jetë që 4 vjetë. Unë e përris atë djali bashkë me bobën teme. Ky zotri është denoncuesi i radhës i kësaj skeme mashtrimi, që me sa kuptojmë, është më e shtrirë si në kohë, ashtu edhe në numër personazh të përfshirë. Ka njeftu Albani me 3 nuse mi ka qu krejt me të fotografi këto në WhatsApp i kom. Ka përqy mu që jo, ma ka fute truni, ka thonë jo që kjo e mirë shumë, familja e mirë. Okej, vllai, ti kam qute Messenger unë foto, për që për t'i që edhe këtu. Të dyja vllai jam një mosh jonë, gati 17 vjeçe. Edhe tash më ka thonë edhe ai muhabeti më ka thonë vllai me shku në Elbasan, po vllai si kota kodin ti e din se vllai jo të çoshemi çosh penzimet, me shku me poje këtë Elbasanit, edhe këtë tjetrën vllai. Si dhe sa lek e të gjitha, drejte në tem pas një vonesë. Më në quna i gjonë, që kam vlloj mundësit me levizë. Shikojnë qikat neshme vllojëm, qikat poshme të mira jonë. Janë gjithashtu vajza të vogla që për nga mosha e kanë mendjen ende te kukullat. Një katalog minorenësh, por kjo nuk ka asnjë rëndësi për këtë grup mashtruesi që i kanë vënë syrin viktimës së radhës. Dhe kur zgjidhet do të thoni ju, vajza e Arbrit e njëjta që e kishin fejuar me djalin e Zenelit. Po vajzën sa vjeç u kanë prezantuar? 17%. Si ka kallzu që ai ka 15 vjet. Ka film telefon me gjithë qatë Arbi, u ma ka kallzu gocën, goca ka fol me djallë, jun për qy, në telefon, ka bu për haj ploki baba jeme, me Arbin me qasi. Dhe pasi kanë bërë për hajër miqësin, dy vëllezërit pa humbur as pak kohë janë futur direkte në temë. Arbi i ka lyp kaporet për fijese. Ku 2.000 euro që ne me ja dërgu për Shqipëri direkt që ai me nisë për
për lokalin, për shpenzimet e njerëzit, këto që do thirrin. Copy-paste me kërkesën që ishte bërë edhe Zenelit. Ka trosh në telefon, edhe më thanë duhen të letë për me pagu sa restoranti, për me bo festimin. Me kërkoj 2.000 euro t'ja qoj. Burimia ka dërgu direkt ato 2.000 euro. E ka tradita kosovarëve kështu me thot drejto, ama këto kanë super kosovarëve te pjesa, edhe vetëm kërkojnë për kosovarëve që jesë falsë të duket. Sipas denoncuesve bëhet fjalë për tradit. Ndaj në justifikimin e traditës, ku pala e dhëndrit kontribon me shpenzimet e dasmos, në këtë rast është ngritur një skeme mirë organizuar zhvatjeje. Një herë 6.000 kam thonë për nusen, tani kina bo punën për 4.000 euro. Kur vini ke dera ime, tha, unë i du 4.000 euro për gocën ime me e ju. Ne në fillim të dërgu 2.000 euro. Gjë që duket se e ka lumturuar së tepër Arbrin. Qa muhabeti është miku e miku për mikun, jënë shi, po me kone dhe bortur, miku për mikun. Falënderë për jush, e udhov zoti për e qetin shpia t'juja, edhe i sholla zotit e kina për harë, bukën e bashkume me njëni tjetrin. Allah jo është përbleft. Për shdo gjatë do lamrojemi, ndark, qauë do të marë se di, po maksimume, vet. Ka thonë mrena 10 ditë shmunë është me ardhë, edhe e krynë qitë muhabetin sa ma shpejt. E lamrova një makinë të mirë, një esklas, e thash ma shpejt me kalu rrugës edhe qishto. E jina njës për 10 ditë qishja komnon fjolen, na ka prit Albani, i kana njek na Albanin gjerit e shpia tyne, e kina pi sherbet. Një traditë e vjetër e komunitetit të Rom për t'u uruar mbarësi dhe prosperitet çiftit të ri. E njëjta skem, në fillim miqësor, të ngrohtë dhe mikpritës, por Shkova me plakin Kosova ten, edhe jina brigadit tani me nuse festona, dokat me sene me ble. O kon fjolla, mrena 15 ditve, a i me kry fiesen aty, e ka pos qef kena gjinqin me kry. një lloj feste beqarie për vajzën. Edhe me në përcil nusen minihere. Kova tere, ka thonë s'po moj me gjitë salla, nej, knej, nisuni ju për Gjermoni, ki jem, se ti ki punën tonë. Jo, më që do vi për Gjermani me gruën edhe gruja vetë, po ashtu si ai do vim ne vetë, nuk keni pse me arti unë marrë gocë. Kur erdha tani erë në Gjermani, mi lyp ka halo pore. Po shadjolin e kam qu nusen ka gzimi tani, më burat, ka gzimi e kam qu të miku se ma kapi tensioni edhe zemra. Kam gruën smune, kam spital, ka bo një operim zemër, i du 450. Jam të vizitu, sa ta vizitoj direkt të shpia dhe shkoj edhe direkt me kamër të maron. Allah ju rujt. Ku të lemiku jatë pa të thjerë, unë si në Gjermani si këtu, unë të thras. Neze mas dite, kina me najtë tanë ditën e gatë bashkë në telefon të full. Unë të kam mikë për shef, të kam zonë mikë për shef, nuk të kam zonë mikë për halë. Allah ju rujt tanëve. Po marrëdhënia juaj si u prish? Të bësh po kërkoshin lek, edhe unë i thash bolma. Gruja jeme unë ka thonë, jo, kë o mashtros. Dhe kur miku i ri thot troç se nuk mund të vazhdonte më kështu me kërkesa të njëpasnjëshme të eurove, Arbri reagon me njëherë. Ju em, sa shnevoja me shit ju, as pjoja si, sa të ke mundësi me ta ka, kupto, se jam me njerëz e për maj. Qatë lindin zemër që mos e vetë trunën. Miku jam, në gjëmu, me gjitha ata ku jam ma vështirë, tjetu më një mu kam dzerni, jo ma bje pasaportën, jo ma bje ata, jo tani ma nëzore këtë, se nuk më lejohet, se kam qu shumë pare, të edhi si janë shpuna miku jam, po si jeni të bo tani ku kam nevoj, për ju imagjinëm mrapa që më bani. Ti s'pas ke besim mu, po unë qa besimit kem në ty, se do t'ja vojzen. Një skem që ka brënda krahas familjarit të zemëruar edhe kartën e viktimizimit. Muhabet tha, one porët e duhet t'i thjidhe që mi kilon, edhe u kry që kjo muhabet. A ka mundësi me mora shkusin, edhe t'ju qoj porët e juja, t'ja jap shkusit edhe t'ngelim njerëz me njëni tjetrin. Dili shifet me nadje. Ti këthe që ta semet tuja, kapak, ti në punë tonë, unë në punë teme. Një taktik manipulimi që e bën viktimën të ndjehet fajtor. Sikur është ai që i ka rënë në qafë këtij zotërie të ndershëm dhe hallexhi. Por muajt kalojnë dhe premtimi për kthimin e parave nuk mbahet asnjëherë. Porët mi ka përcjell, ka
shoku, ma ka qu telefonin, jo më nervësu me tonë telefon. Po djali, a fliste ndonjëherë me vajzën? Veç në Shqipëri, kur e kanë fut atë unazën gisht, asë lloj gjëje tjetër. To kanë nejtë shumë në Shqipëri, amo që jam taku me atë, kanë nejtë vetëm 30 minuta ke shtëpia ati, edhe kur nuk jam taku. Një ceremoni në pamje të parë shumë serioze, me trokitje gotash dhe fjalime, por që në fakt ishte një aktrim kolektiv në të cilin se cili kishte rolin e tij. Përveç miqve nga Gjermania që po mashtroheshin sy më sy. Veç mashtrime ju kon këta moterere, vallon, po më vjen paket që ka mashtru mua i njeri. Djalin e vllavit tem që s'ko as bop, as nona i djol. Po lekët kush i kërkonte? Një herë Shkesi, që është vllai ati, Albani. Kina ti qau vllavi vet, po e kom morë veç tani ma si u kryq kjo muhabeti. Pra Albani, shkuesi që mban katalogun me vajza minorene për fejes, është vëllai i Arbrit, i cili pa e ditur se kjo gjë është zbuluar, bën edhe një herë viktimën duke u munduar të deklarohet i pafajshëm. Po me gjitha ata s'mi keni fajt ju, mi ko fajt shkusi. Se që i shkusi ka me dhon llogari të une. Për që arsye i ka mo qata parët e ti. Ka me dhon shumë llogari të une. Unë punoj vetë në shtet. Dire, në shtet senet i baj me shkusi. S'më ke bleti mu vajzë. Pashit shkusi vajzë, ka me dhon përgjësia e. Se shpirtin e sajnone direkte që i mërend. Po mirë, le ta provojmë. Me atë rast i marrim dhe katalogun e nuseve. Alban, si kalon një ta më granjat mos me duar. Kam ardhur të marr katalogun e vajzave. Shikojnë qikat nesh në vlojëm, qikat posh me të mira e unë. Alban mos u shiko se s'ke ku të ikësh. Policia. Deri një sekond. Alban. Alban. Mos prek me duar, me ko jem sutja. Ndërsa policët e marrin shkuesin e 15 vjeçareve, vëllait Ariel Gjonaj kërkon të pengoj me çdo kusht shoqërimin e tij. Ti mua, rreur, ty. Ti mua. Okej. Ti e parë dhe fundin se vje qështu ti. Në këto kushte agjentët e policisë së Komisariatit 6 të Tiranës i shoqërojnë të dy vëllezërit me akuzat e mashtrimit, kundërshtim të forcave të policisë dhe goditje për shkak të detyrës.